Këtë të shtunë u zhvilluan 4 ndeshje të javës së 21 të kategorisë së parë, një javë që prodhoi emocione e polemika, ajo që ranë sy ishte frenimi i Skënderbeut me skuadrën kryesuese të kampionatit që nuk shkoi më shumë se barazimi 0-0 në transfertën e Peshkopis ndaj Korabit, duke lënë 2 pikë në fushën e lojës. Korçarët patën disa raste për të shënuar, por pa arritur të zhbllokojnë rezultatin. Ky hap falës u shfryzua nga Laçi, i cili mposhte Ilushnjën 1-0 fal golit të Olsi Myrtës në pjesën e parë, duke ngushtuar kështu diferencën mes Skënderbeut në renditje. Ndërkohë, emocione dhe polemika pati në Fier në përballjen mes Apolonisë dhe Pogradecit, ndeshje e cila u mbyll me barazimin 2-2. Ishte skuadra liqenore që kaloi para në avantazh, por më pas Apolonia reagoi duke përmbysur shifrat me 2 gola të Umejikos. Pogradeci nuk u dorëzua dhe barazoi me golin e Zguros nga pika e bardhë e penalltisë në minutat e fundit. Vendimi i arbitrit shkaktoi pakënaqësi te Apolonia, e cila reagoi duke braktisur për disa minuta fushën në shenjë proteste. Në ndeshjen tjetër, Kastrioti mposhti Kuksin 2-1 me golat e Kaplani dhe Xhixhos, ndërsa për Kuksin shënoi Bespalov. Java 21 konfirmon një garë të fortë dhe të paparashikueshme në kategorinë e parë në futboll. Me këtë fitore, Laçi tashmë ndjek Skënderbeun nga vetëm 3 pikë larg, duke rritur edhe më shumë tensionin në krye të renditjes dhe duke dhënë një mesazh të qartë se lufta për vendin e parë nuk është vendosur akoma. Kjo javë tregon qartë se sezoni është në një fazë vendimtare, ku çdo rezultat ka rëndësi dhe çdo ndeshje mund të ndryshojë rrjedhën e klasifikimit.